Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Ja ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 26 prill dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje 2000. Slobodan Milošević pranoi humbjen nga Vojislav Koštunica në rrethin e parë të zgjedhjeve për kryetar të Jugosllavisë dhe I uroi zgjedhjen. 1998. Nën presionin dhe kërcënimin ndërkombëtar nga ajri I NATO-s, filloi tërheqja e forcave të sigurisë serbe nga Kosova. 2009. Sali Berisha, kryeministri I Shqipërisë, për herë të parë viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Lindje 1773. Lindi Louis Philippe, mbreti I fundit francez. 1808. Lindi Friedrich I 7, mbret danez 1848-1863. 1846. Lindi George Westinghouse, hulumtues amerikan. 1887. Lindi Le Corbusier, arkitekt francez-zvicerian. 1918. Lindi Abraham Robinson, matematikan amerikan. 1969. Lindi Mevludin Halilović, politikan bosnjak. Vdekje 1891. Vdiq Charles Stuart Parnell, politikan irlandez. 1979. Vdiq Elizabeth Bishop, poete amerikane. 1981. Vdiq El Sedat, politikan I Egjiptit. 1989. Vdiq Bette Davis, aktore amerikane. 2002. Vdiq Ismail Lulani, piktor. 2011. Vdiq Zini Haskaj, historian shqiptar. Sot kemi përgatitur biografinë e Helmut Schmidt, I cili ishte një politikan gjerman. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Helmut Schmidt. Helmut Henrik Valdemar Schmidt ka lindur me 23 dhjetor 1918, vdiq në 10 nëntor 2015. Ishte një politikan gjerman dhe antar I Partisë Social-Demokrate të Gjermanisë, I cili shërbeu si nga 1974 deri në 1982 kancelar I Gjermanisë Perëndimore. Para se të bërë kancelar, ai shërbeu si ministër I mbrojtjes 1969 deri në 1972 dhe ministër I financave 1972 deri në 1974. Në qeverinë e Willy Brandt, në rolin e fundit, ai fitoi kredi për politikat e tij financiare. Ai kishte qenë gjithashtu edhe një kohë të shkurtër ministër I ekonomisë dhe ushtrues detyre I ministrit të jashtëm. Si kancelar ai fokusuar në çështjet ndërkombëtare, duke kërkuar bashkëpunimin politik të Europës në partneritet me Shtetet e Bashkuara dhe nxjerrja e propozimeve që çuan në vendimin e NATO-s të dyfisht në 1979 për të vendosur Pershing-2 raketa drejt Europës. Ai ishte një diplomat energjik që kërkonte bashkëpunimin evropian dhe koordinimin ekonomik ndërkombëtar dhe ishte forca kryesore në krijimin e sistemit monetar evropian në 1978. Ai u rizgjodh kancelar në 1976 dhe 1980, por koalicioni I tij u shpërbë në 1982 me ndryshimin nga aleatët e tij të koalicionit, Partia Demokratike e Lirë. Ai u tërhoq nga parlamenti në vitin 1986, pas përplasjes me krahun e majtë të SPD-s, I cili e kundërshtoi atë për çështjet e mbrojtjes dhe ekonomike. Në vitin 1986, ai ishte një përkrahës kryesor I Unionit Monetar Evropian dhe I Bankës Qendrore Evropiane. Më 2 shtator 2015, Schmidt ju nështrua një operacioni për një okluzion vaskular në këmbën e tij të djathtë. Më 17 shtator ai doli nga spitali. Pas përmirësimit fillestar, gjendja e tij u përkeqësua përsëri më 9 nëntor me mjekun e tij, duke thënë se ai kishte frikë nga më e keqja.
Schmidt vdiq në shtëpinë e tij në Hamburg pas ditën e 10 nëntorit 2015 në moshën 96 vjeçare. Në kohën e vdekjes së tij, ai ishte kancelari gjerman më i gjatë. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku teksa folëm më parë për teknologjinë, sot do të shkojmë pak më para në kohë, pikërisht në Egjiptin e lashtë, dhe teksa përmendim Egjiptin duhet të flasim patjetër për personin që e qeverisi atë. Ndryshe nga vendet e tjera ku gruaja nuk ishte të drejta, në Egjipt ishte një grua, më saktë Kleopatra, e cila ndërmori qeverisjen e vendit të saj, duke pasur tepër sukses. Si mbretëresha e fundit e Egjiptit të lashtë të dinastisë Ptolemike, këtu do të flasim për disa nga informacionet kryesore për të. Jeta e hershme dhe ardhja në fron. Kleopatra lindi rreth vitit 69 para erës sonë. Në fillim të jetës së saj, ajo pati një rol të rëndësishëm në politikën e Egjiptit të lashtë, pas vdekjes së babait të saj. Ajo mori pushtetin bashkë me vëllain e saj të vogël, Ptolemeun e 13, dhe pastaj sundoi vetme. Si një grua e bukur, ajo nuk mund të qëndronte pa e përdorur hijeshin e saj. Kleopatra u bë e njohur për lidhjet e saj të dashurisë dhe aleancat politike me personalitetet të rëndësishme të kohës, përfshirë Julius Cezarin dhe pastaj Mark Antonin. Këto marrëdhënie ndihmuan atë në përpjekjet e saj për të ruajtur pushtetin e Egjipt dhe për të përballuar fuqinë e Romës. Roli i saj në histori. Kleopatra luajti një rol të rëndësishëm në ngjarjet e kohës së saj. Ajo u përfshi në konfliktet e luftrat që përfshinin Egjiptin, Romën dhe perandorinë Selukide. Lidhja e saj me Mark Antonin përfundoi në luftën e betejave të Actiumit, ku ajo dhe Mark Antonio u mundën nga forcat e Octavian Augustit, duke siguruar triumfin e Romës mbi Egjiptin. Vdekja dhe pasojat. Pas humbjes në luftën e Actiumit, Kleopatra dhe Mark Antonio u përpoqën të shpëtonin, por pasi dështuan, ata përfunduan duke vrarë veten. Pas vdekjes së tyre, Egjipti u bë një provincë romake dhe dinastia Ptolemeike përfundoi. Ndikimi kulturor. Kleopatra është një nga figurat më të shuara të historisë dhe ka qenë burimi i inspirimi për shkrimtar, artistë dhe regjizor të ndryshëm në përshekuj. Përvajsimet e saj në art, letërsi dhe film janë shumë të njohura dhe kanë lënë gjurmë të mëdha në kulturën njerëzore. Kleopatra mbetet një nga figurat më intriguese dhe të rëndësishme të historisë së lashtë dhe është vazhdimisht studiuar dhe diskutuar për ndikimin dhe rolin e saj në ngjarjet e kohës së saj. Diçka akoma më intriguese se figura e saj është fakti që varri është akoma i pagjetur. Ka disa hipoteza dhe legjenda rreth vendodhjes së varrit të Kleopatrës dhe të partnerit të saj, Mark Antonit, por nuk ka prova të bindshme për ndonjë nga këto teori. Disa nga gojëdhënat historike sugjerojnë se ata mund të kenë qenë varrosur së bashku në një varresë të fshehur në Aleksandri, ndërsa të tjera sugjerojnë se ata mund të kenë qenë varrosur në një varresë të fshehur në një vend tjetër të Egjiptit. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto janë thjesht hipoteza dhe legjenda dhe nuk ka prova të sigurta për vendodhjen e tyre të vërtetë. Arkeologët dhe historianët vazhdojnë të kërkojnë për varrin e tyre, por deri më tani ai mbetet një mister i pazgjidhur në historinë e Egjiptit dhe të botës antike. Një tjetër gjë misterioze për figurën e saj është fakti se si një figurë aq e shquar për kohën e saj u zhdu krejt papritur. Mumja e saj nuk u gjet kurrë dhe madje, sipas disa mbishkrimesh egjiptiane, ajo ka pohuar se asnjë nga gjimnia femërore nuk ka për të mundur të gjejë varrin e saj. Dhe deri më tani personi që ka mundur të afrohet në kërkimet e varrit apo vendit ku ajo mund të jetë flijuar ka qenë një grua. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike shumë të qëndrueshme, duke sjellë mot plotësisht me diell në të gjithë vendin. Paraditja dhe pasditja do të jenë të kthjellta me intervale të gjata me diell dhe pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 22 gradë Celsius.
Peshkopi, 11 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan, 15 deri në 23 gradë Celsius. Berat, 14 deri në 22 gradë Celsius. Korç, 8 deri në 18 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 21 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 26 prill 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me diell dhe vranësira të pakta në disa zona. Paraditja do të jetë me diell, ndërsa pasditja vijon me vranësira të lehta kalimtare në disa rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:31 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 8 deri në 21 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 19 gradë Celsius. Skënderaj, 8 deri në 21 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 21 gradë Celsius. Prishtinë, 6 deri në 21 gradë Celsius. Gjakov, 10 deri në 23 gradë Celsius. Malishev, 10 deri në 22 gradë Celsius. Gjilan, 7 deri në 21 gradë Celsius. Ferizaj, 9 deri në 21 gradë Celsius. Kaçanik, 8 deri në 19 gradë Celsius. Suharek, 9 deri në 23 gradë Celsius. Prizren, 10 deri në 20 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Mos harroni të na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare drita.tv. Po ashtu mos harroni të ndiqni edhe rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter.